Edhe si kur të marrë të mirëqen këtë që thot Bido, pra që kishim një opozit madhe që nuk ekzistonte dhe ca të vegjël që su bën dot alternativ, boll kaqë, se unë të them nuk është kjo situata, po boll kaq vlen për të ngritur pyetjen. Është ky një vend demokratik? Po tjetër. Se një vend demokratik ku askush përbën dot opozit reale, të besueshme, të fuqishme, duhet të ketë një problem, duhet të ketë një anomali. Pra, çfarë jemi? Jemi popull që duam përjetësisht një parti? Jemi popull që nuk kemi mendim alternativ, nuk duam ose nuk kemi ambicie për të shkuar më lart. Jo. Vetëm kjo përbën një anomali, por nuk është ky problem. Domethënë, unë s'dua të përsëris veten se kam thënë këtë studio me 10 herë. Problemi im është që ne këtu nuk kishim zgjedhje fare. Dhe ato që ju thatë janë luksi, ajka e manipulimit, pra rritja një pensioni, falja në një gjobe që po e rikuperojnë tani prap. Në një sistem të kyuni, hajde dhe këto të bëhen. Por, qa ti bëjmë kërcënimit votusit? Qa ti bëjmë vjedhjes së të dhënave personalet qytetarve për t'i kaluar ke patronazhistët? Çfarë ti bëjmë përdorimit të bandave? Çfarë ti bëjmë medjave të mëdha që për herë të disat u shndruan në karikaturë? Të gjitha këto bëjnë një mjedis që as mund të flitet që shqiptarve ju lahet drejta për të zgjedhur. Dhe kjo është ajo që më shqetëson mua, që është shumë larg këtyre një manipulimi vogël, një vjedhje vogël, ca fletët që u gjetën atje apo nuk u gjetën fare. Domethënë, e kemi problemin real, a kemi demokraci dhe a bëjmë dot zgjedhje dhe jo votime? Jo, çfarë ke, domethënë duket si radikale kjo, e ka pasur vazhdimisht Bushati këtë dhe... Patjetër, po. Te kjo narrative kam problemin. Mendimi alternativ në Shqipëri ekziston. Një ndër përfaqësuesit është Bushati. Është mendim alternativ. Mendim alternativ ekzistojnë brenda Partisë Socialiste. Jo të gjithë kandidatët janë një prerje. Ne kemi, po kandidatët janë prerje të ndryshme. Çdo kandidat është një prerje ndryshme dhe në këtë fushat kishte modele politike dhe përmes partive dhe modele politike brenda listave të gjitha partive. Pra, mendimi alternativ që të thua që nuk ekziston, nuk kemi pluralizëm mendimi pra në Shqipëri, për mua është e tepërt. Pluralizëm dyta, po sa mund të pluralizëm mendimi. Ne kemi mendime qëndrime ndryshme. Pluralizëm mendimi kemi, padyshim. E dyta, kur vjen fjala, ne po e trajtojmë sikur Shqipëria është një vend i cili është i para 20 apo 30 viteve. Nuk është kështu. Dhe u tregua me njëherë pas zgjedhjeve. Pra me njëherë pas zgjedhjeve, Shqipëria u bë vendi në të cilën u mikpritën të gjithë drejtuesit e vendeve të evropiane. Jo si Shqipëria para 20. Është si Rusia e Putinit. Jo, nuk do ndodhe pas zgjedhjeve në Rusinë e Putinit. Që pas sulmuar Ukrainën i shkonte gjithë bota atje. S'ka shans që Putini ishte prap një diktator dhe pas sulmuar. Aska shans që Komiteti Politik Evropian të mblidhej pas zgjedhjeve në vende. Aska shans që Komiteti Politik Evropian të mblidhej. Që mi pret gjithë liderat e Perëndimit. Aska shans që me njëherë pas zgjedhjeve të mblidhej Komiteti Politik Evropian në asnjë prej këtyre vendeve të cilat flasim. Dhe në fund të ditës, ne jemi në një proces integrues i cili ka një datë të dukshme. Në komunitetin politik evropian bëjmë pjesë dhe Erdogani, dhe Alijevi, dhe Orbani. Dhe Donald Trump, do të ashtë të po... Jo Donald. Jo, është edhe ejten. Bëm pjesë dhe çdo vendatar i Bashkimit Evropian. Po, do me thënë, dhe vendimarja nuk është ase Alijevi, nuk është ase Putin dhe kështu. Pra, Shqipëria sot është një vend i cili ka të dukshme një datë, një afat për integrimi, për mbyllje negociatave, që është procesi teknik, se pastaj procesi politik do ka në vetë, po edhe procesi teknik gjus politik është. E dyta, Shqipëria është një vend i cili dukshëm ka më shumë investime, më shumë mirëqenie, më shumë jetes më të mirë, në të cilën trajtimi elektoral, trajtimi zgjedhjeve, si një vend të rësisht i vobekt,
pa pluralizëm mendimi, që për mua ka dukshëm pluralizëm mendimi. Dhe në të cilin kjo vëbektësia prodhon një tërheqje zvar nga ana e një shumice tiranike e elektoratit, për mua nuk qëndron. Shqiptarët, mes alternativave politike që kishin, zgjodhën alternativën më të mirë. Dhe kjo alternativë më e mirë ishte Partia Socialiste. Mungesa e opozitës është një faktor ekstra. Pra, mungesa besueshmërisë më falë të opozitës, se opozita ekziston. Fakti që opozita nuk arrin do të krijojë besueshmëri është një çështje e cila është problem i opozitës. Kjo është ana tjetër e medaljes, por ne tani po flasim për këtë moment. Edhe një që ta mbyllim këtë çështje. Do me thënë, se them unë, problemi ynë është që ne nuk jetojmë më në demokraci. Sepse unë mund të ta marrë të mirë qenë, s'kam asnjë, që opozita është fiks siç e pikturoni ju. Po në të gjitha vendet realisht demokratike, kur një opozit ngelet, bëhet e pabesueshme, si Berisha që ka 30 vjet, thon këta. Pa prit mas lind një opozit e re, pra këtë vakumin e opozitës pabesueshme nuk e merr pushtetin demokraci, e marrin dhe kemi shembullin të Macronit, të Tsiprasit, të Melonit po shkove të ekstremit djathtë. Pra, me njëherë lindin opozita të reja, sepse janë vende demokratike. Pra, politika ka horror nga boshllëku. Ne themi këtu, rritet Rama se këtu as Sheaj s'bën, po as Qori s'bën, po as Llapaj s'bën, po as Berisha s'bën. Pra, ne po i themi njerëzve si në diktaturat më të errta që këtu bën vetëm njeri. Dhe prandaj ne dalim me sloganin elektoral që vetëm me Edin mund të shkoni në PS. Kjo është një tjetër simptom që fatkeqësisht nuk jetojmë më në demokraci. Nëse mundem edhe se kthejmë replik pas replike. Kjo është si kur zgjedhje dolën 90% Partia Socialiste dhe 10% gjithë të tjerët edhe OBB. Nuk është kështu. Shqiptarët votuan të lirë. Pra, çfarë do thotë kjo? Unë e pash në terren. Punojës administratës të PD-s hapur. Punojës të cilët, nuk po them këtu për mësues që ka vite që nuk ceken. Punojës administratës. Hapur me PD-n apo me partit tjera. Fakte që shantazhohen dhe kërcënohen. Po të lutem, që ka mësues demokrat, do me thënë si... Deputeti PS-s i thot, po nuk votuat e kemi dëgjuar me zënë përgjime, po s'votuat të nën mos ecnim punë. Kjo është pjesë e mungesës së besueshmërisë, po e shtoni ju mungesën e besueshmërisë, sepse po dëgjojnë dhe prindërit tonë. Kemi dëgjuar me fakte. Dhe si prind, unë di mësues të cilët janë të djathtë. I di si prind. Dhe siç i di unë si prind, i din shumë prindër. Pra, nuk po futem të mësuesit fare që ti ke zëvendës drejtore, drejtor shkollash të cilët janë djathtë. Po flas për punonjës të administratës, që dikur ishte një tabu që një administrat ti të kishe njerëz të cilë mund dilin haptazi për palën tjetër. Ne kemi një realitet... Administratës janë shantazhuar prap këtë radhë, ikni nga puna, po nuk sollët 10 votuar. Është një fshet publike, di gjithë Shqipëria. Unë nuk e di këtë fshet publike. Mirë. Për antarë të Partisë Socialiste të cilët është bërë kjo lloj kërkese dhe që rastisht të punojnë dhe në administratë, sikurse ka antarë të Partisë Demokratike që punojnë dhe në administratë, është tjetër gjë. Ka diferencë, edhe kjo nuk ka të bëjë me kërcënimin e vendit punës. Kjo ka të bëjë me një organizëm partijak që funksionon ashtu siç funksionon çdo parti. Ne jemi në një situatë ku Partia Socialiste ka fituar rreth mbi 50% votave, dhe opozita, bashkarisht, gjithë sfera e opozitës ka fituar një përqindje e cila tregon që ne nuk jemi në diktaturë jo se jo, po në autokraci. Se në diktaturë s'ka shans t'jemi. Se edhe Erdogani dhe Putini dhe Orbani kanë gjithë opozita numerike. Jo, nuk janë, kjo s'është opozit numerik. Opozit numerike, s'ka asgjë është alternativë mendimesh dhe qëndrimesh.